Përshëndetje nga doktoresha juaj më e re. Aknet e mia këto kohë nuk duan të binden, kështu që është koha t'i tregojmë vendin. Dhe kush më mirë se resting peeling mund ta bëj këtë gjë. Dhe sot procedura nuk do kryhet në klinik, por vetë nga shtëpia. Sigurisht që çdo gjë duhet të jetë sterile, kështu që vendosim doreza, pastrojmë mirë fytyrën dhe fillojmë me aplikimin e resting peeling, që është një produkt i cili është bio dhe është i përbërë nga algat e detit dhe ka një ndjesi në fytyrë sikur po të gërvishtin disa copëza të vogla xhami, por që efektin e ka sikur ke bërë dermapen. Në fund sigurisht do vendosim një maskë shqetësuese. Momenti heqjes së maskës është kaq qetësues dhe relaksues. Duhet ta pastrojmë edhe një herë me toner në mënyrë që produktet që do vendosim të përthithen sa më mirë në lëkurë. Sigurisht që ndjesia e djegjes është akoma në lëkurë, por që kalon për pak minuta. Vendosim serumin, cilin unë tashmë kam kohë që e përdor nga Ronas, hidratuesin sërish nga Ronas. Me që në alur nuk shkoj dot, aluri erdhi tek unë në këtë lloj forme. Por ju që mund të shkoni, nuk e di çfarë po prisni.